Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, persona që vuajnë nga këto 3 sëmundje nuk duhet të hanë hudhër. Hudhra ka një larmi efekte shëndetësore në trupin e njeriut. Përveç promovimit të tretjes dhe sterilizimit, hudhra ka edhe efekte të forta në rregullimin e lipideve të gjakut, uljen e kolesterolit, antikoagulimin, frenimin e qelizave të këqija, uljen e sheqerit në gjak, mbrojtjen e mëlçisë, formimin dhe forcimin e imunitetit. Edhe pse hudhra është ushqyese dhe njëkohësisht e shëndetshme për trupin e njeriut, ajo nuk është e përshtatshme për të gjithë. Në përgjithësi, ekzistojnë disa grupe të njerëzve të cilët nuk duhet që të hanë hudhër. Në grupin e parë bëjnë pjesë pacientët të cilët vuajnë nga sëmundjet e mëlçisë. Shumë njerëz kishin zakon që të hanin hudhër për të parandaluar hepatitin. Sidoqoftë, një mënyrë e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme për pacientët me hepatit. Kjo për shkak se hudhra nuk ka asnjë efekt në hepatit dhe përkundrazi disa komponentë në hudhër madje mund të stimulojnë stomakun dhe zorrët që të pengojnë sekretimin e lëngut tretës në traktin e zorrëve duke rritur kështu simptomat e pacientëve me hepatit si për shembull të vjella. Për më tepër, përbërësit e paqëndrueshëm në hudhër do të zvogëlojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe hemoglobinës në gjak dhe mund të çojnë në anemi, e cila nuk është e favorshme për trajtimin e hepatitit. Grupi i dytë janë pacientët të cilët vuajnë nga diarrea. Nëse njerëzit vuajnë nga enteriti jo bakterial ose diare, ata nuk duhet të hanë hudhër. Nëse ata nuk i kushtojnë vëmendje këtij njoftimi dhe vazhdojnë të hanë hudhër, aroma pikante e hudhrës do të stimulojë zorrët dhe më pas ajo do të çojë në hiperemi të mukozës së zorrëve. Do të përkeqësojë edemën duke e bërë kështu sëmundjen më të rëndë. Grupi i tretë janë pacientët të cilët vuajnë nga sëmundje të syrit. Njerëzit të cilët vuajnë nga glaukoma, katarakti, konjunktiviti dhe sëmundje të tjera të syve duhet të hanë më pak hudhër në dietat e tyre të përditshme. Mjekësia kineze beson se konsumimi afatgjatë i sasive të mëdha të hudhrës dëmton mëlçinë dhe sytë. Përndryshe, me kalimin e kohës, ajo do të çojë në shumë simptoma serioze siç janë për shembull shikimi i dobët, tringëllima në vesh, humbja e kujtesës e të tjerë. Përveç se duhet të hani më pak hudhër, ata gjithashtu duhet të hanë më shumë ushqime të pasura me vitamin A, vitamin B1 dhe njëkohësisht riboflavin, siç janë mëlçia e kafshëve, vezët, qumshti, karrotat, domatja e të tjerë. Në grupin e katërt bëjnë pjesë pacientët të cilët vuajnë nga sëmundje të tjera të rënda. Në përgjithësi, njerëzit të cilët hanë hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante janë më të shëndetshëm dhe njëkohësisht mbrojnë shëndetin e tyre në një nivel afatgjatë. Por ndërkohë, pacientët të cilët janë të sëmurë rënd dhe janë nën kujdesin mjekësor, ngrënia e hudhrës gjithashtu do të sillte efekte anësore dhe të konsiderueshme në trupin e tyre. Komponentët të cilët përmbajnë në hudhër jo vetëm që do të ndikojnë në efektet e ilaçit, por gjithashtu munden që të kenë edhe një reagim zinxhir dhe pastaj do të përkeqësojnë sëmundjen. Sipas ekspertëve, hudhra mund të mos ketë aromën e trëndafilit, por vlerat e saj janë aq të mëdha sa që nuk mund t'i merrni me mend, por në fakt ka veti antibakteriale, antiinflamatore dhe njëkohësisht ul edhe rrezikun e prekjes nga sëmundje të caktuara.
Sipas ekspertëve, duhet të dini se hudhra përbëhet nga substanca azotike, sodium, kalium, selen, fosfor, kalcium, magnez, vitamina C, D dhe B, të cilat shkatërrojnë një numër të madh të baktereve. Për këtë arsye, përdoret shumë në mjekësinë popullore për shërimin e disa sëmundjeve, por ekzistojnë edhe disa kategori njerëzish ose situata ku është ndaluar të përdorni hudhra. Gratë, shtatzëna dhe ato të cilat ushqejnë fëmijën me gjy. Hudhra është e sigurt për të përdorur gjatë shtatzanisë kur merret në sasi që normalisht gjenden në ushqim. Hudhra është e paqëndrueshme kur përdoret në sasi medicinale gjatë shtatzanisë dhe gjatë ushqyerjes së foshnjës me gjy. Nuk kam mjaftueshëm informacione, por e mira është që ju të konsultoheni me mjekun tuaj. Ndërkohë, kur keni tension të ulët, duhet me patjetër që të shmangni hudhrën. Hudhra mundet që të ulë akoma edhe më shumë tensionin e gjakut. Në teori, konsumimi i hudhrave mund të bëjë që tensioni i gjakut të bëhet shumë i ulët tek njerëzit me tension të ulët të gjakut. Çrregullime të gjakderdhjes. Hudhra, veçanërisht ajo e freskët, mund të rrisë rrezikun e gjakderdhjes, probleme të stomakut ose të tretjes. Hudhra mundet që të irritojë traktin gastrointestinal dhe përdoreni atë me kujdes nëse keni probleme me stomakun ose tretjen. Gjithashtu, ekspertët sugjerojnë që ju të shmangni hudhrën edhe të paktën 2 javë përpara një operacioni të planifikuar sepse kjo mundet që të shkaktojë probleme të ndryshme. Ndërkohë, duhet të dini edhe se çfarë i shkakton trupit tuaj hudhra përpara gjumit. Për hudhrën, rekomandohet që të jetë një ushqim i cili nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Dobit shëndetësore të saj janë vërtet të panumërta. Ndërkohë, hudhra është efikase edhe në trajtimin e sëmundjeve si arterioskleroza, ishemia, problemet me imunitetin, artritin dhe njëkohësisht problemeve me shikimin. Sipas ekspertëve, hudhra mund të përdoret kundër virozave dhe inflamacionit, por tek gjumi ajo nuk ka asnjë ndikim në cilësinë e tij. Ne këtu do t'ju sillim të gjitha arsyet pse hudhra nuk rekomandohet të konsumohet përpara gjumit. Hudhra irriton stomakun. Hudhra e stimulon të gjithë sistemin tretës, ndaj sasitë të mëdha të hudhrës të ngrona në mbrëmje intensifikojnë sekretimin e lëngjeve gastrike dhe të përshtymës. Një gjë e tillë do t'ju lër juve pa gjumë. Sekreti i përvetësimit të vlerave të hudhrës është ta konsumoni atë në mëngjes ose në drekë. Hudhra është e mirë edhe për rrugët e frymëmarrjes. Hudhra hap rrugët e frymëmarrjes dhe përthan sekrecionet, por kjo nuk do të thotë që hudhrën duhet ta hani përpara gjumit. Mjafton që atë ta konsumoni gjatë ditës rregullisht, pra në mëngjes ose rreth drekës. Hudhra ndihmon gjithashtu në sistemin tuaj imunitar dhe kardiovaskular që të funksionojë në mënyrë maksimale. Sa i përket gjumit, ju rekomandojmë një sër ushqimesh siç janë spinaçi, arra, brokoli, kungulli, avokado, banania. Njerëzit të cilët kanë probleme me gjumin duhet të shmangin ushqimet të përpunuara, ushqimet me sheqer, karbohidrate, yndyrë dhe kanë një ndikim të fortë në procesin e përgjumjes së trupit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!